Babo Lukas. Përshëndetje. Say hello. Oh, kjo ishte një hello shumë e madhe. Pas shumë përpjekjesh, 3-4, i që dorë mama? Kjo du t'jete 4 ose 5 bukë që bera. I që dorë se është gjithë mama? Dhe më në fund besoj se arrita qëllimit, e bëra dhe bukën me tharm. Nga jashtë duket shumë e mirë, shumë e bukur. Nga brenda nuk e di se si është bërë, se duhet ta lë diku te 2 orë të pushoj. Është gjithë. Duhet ta lë diku te 2 orë të pushoj, që të ftohet dhe të kulloj. Dhe pastaj do ta presim ta shikojmë se si është bërë nga brenda. Ka një herë të kënaq. Dhe ja ku jemi pas 1 ore gjysmë. Se nuk po na durojmë. Jam kurioze të shikoj si është bërë nga brenda, se nga jashtë duket që është bërë shumë e mirë. Ta presim. Ta presim këtu? Ja, presim këtu. Shira. Oj, ja ta shikojmë. Wow, dale. Sa e mirë që është bërë! Ja ta shtypi Lukas, ta shtypi. Wow! Oh, sa e mirë që është bërë, mirë. Oh, sa era mirë. Wow, më lëshin duart, është bërë shumë e mirë buka. Wow! Më në fund, pas shumë përpjekjesh, e arritëm. Shpresoj herën tjetër ta bëjmë më mirë akoma. Wow. Të tregojmë dhe bukën tjetër që bëra para kësaj, një dështim total. As nuk më fryjë me zi u fry. Okej, pa pjekur nuk ka ngelur brenda, është pjekur, po jo dhe. Jo dhe si që duhej. Nese. Te bravo mami. Papu mami. E po trego këtë ti jote, sa ajo nuk bën. Trego këtë që është me mirë. Shtype. E mirë shtype. Bravo Lukas, say babu mami. Babu mami. Okej. Kjo ishte edhe buka që bën për sot, më në fund. Jote, mama, mos hakte se nuk bën, mos hakte tjetër. E prit të presim mami një copë tjetër. Do të quni? Jo. Okej, ja ta presim mami. Është këtë më mami, jote, që sa e mirë është bërë kjo. Shko, wow. Super. Shamin, është bërë e mirë? Shumë e mirë? Babo mami. Bye bye. Bye bye. Thank you. Oh, jetë dhe kësha për ty. Okej, kjo ishte dhe buka që bëjmë neve. Ka dalë shumë mirë. Do me? Do me quni, do ta shtypësh ti? Okej, shtypët. Bravo, Lukas. Kush e do recetën se si e kam bërë? Okej, shumë e mirë. Okej, shumë e mirë. Okej. Kush e do recetën të tregoj se si e kam bërë? Më shkruajnë në komente. Faleminderit. Mua.